Përshëndetje. Sipas të dhënave të Eurostatit, Shqipëria vijon të financojë arsimin në nivel shumë të ulët se vendet e Bashkimit Evropian. Në vitin 2023, shpenzimet publike për arsimin përbënin vetëm 2.9% të prodhimit të brendshëm bruto, kundrejt mesatares prej 4.7% të vendeve të BE-s. Edhe në raport me vendet e rajonit, Shqipëria çalon me 2.9% të financimit në krahasim me mesataren e Ballkanit Perëndimor, e cila është 3.9% e prodhimit të brendshëm bruto. Financimi i arsimit nga buxheti i shtetit për Kosovën shënon 4.7%, për Bosnjë Hercegovinën 4.4%, për Malin e Zi 4.1%, për Maqedoninë e Veriut 3.7%, ndërsa për Serbinë 3.3% të financimit të shtetit për arsimin. Të ndryshe, shteti shqiptar duhet të arriste me rreth 60% financimin e arsimit për të arritur nivelin mesatar të vendeve të BE-s. Edhe nëse do të përfshiheshim në renditjen e 27 vendeve antare të BE-s, Shqipëria do të renditej e fundit në listë, pas Rumanisë me 3% të prodhimit të brendshëm bruto, që ndiqet nga Greqia me 3.3% dhe Malta me 3.4% financim nga buxheti i shtetit për arsimin. Po japim vetëm një problem shumë konkret. Testimi ndërkombëtar PISA i 2022-shit tregoi se vetëm 26.3% e 15 vjeçarëve shqiptar ishin mbi nivelin 2 në aftësitë e të lexuarit, gjë që do të thotë se rreth 73.7% ose 3/4 e tyre ishin në nivelin bazë të aftësive të leximit. Edi Rama premtoi para 13 vitesh se do ta financonte arsimin me 5% nga buxheti i shtetit, ndërsa realisht financimi i shtetit mbetet në nivele më të ulta se periudha e viteve 2009-2013, kur qeveriste Partia Demokratike. Organizata për Zhvillim dhe Bashkëpunim Evropian, OECD, dhe Fondacioni Evropian i Trajnimit, ETF, kanë theksuar në raportet e vitit 2023 se Shqipëria ka një sistem arsimor të nënfinancuar dhe kanë kërkuar rritje të buxhetit për të përmbushur standardet e BE-s. Këto institucione kanë ngritur shqetësimin mbi pjesëmarrjen në arsim, mbi rrënjën e regjistrimet, sidomos në arsimin profesional, gjë që rrezikon përgatitjen e fuqisë punëtore. Qeveria nuk i ka marrë parasysh, përkundrazi ka propaganduar rezultate dhe vlerësime patronazhistësh. Raportet evidentojnë se niveli i të rinjve jashtë sistemit të arsimit dhe të punësimit në Shqipëri është alarmues, me rreth 25% të rinjve të moshës 15 deri 29 vjeç, të cilët gjenden jashtë arsimit, punësimit dhe trajnimit, duke u renditur në fund të vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe të Bashkimit Evropian, që ka një nivel mesatar dukshëm më të lartë me 11%. Migracioni dhe plagja e popullsisë për strukturat ndërkombëtare përbën një tjetër shqetësim, që po e dobësojnë bazën e studentëve dhe të fuqisë punëtore, por qeveria përmes politikave arsimuese, rritjes së pandalshme të çmimit të jetesës për studentit, kapjes politike të gjithë sistemit arsimor e kanë nxitur shpopullimin. Ndërkohë që raportet ndërkombëtare kanë theksuar domosdoshmërinë e zhvendosjes së prioriteteve kryesore të qeverisë, nga ndërtimi dhe turizmi tek arsimi dhe investimi në kapitalin njerëzor, qeveria shqiptare ka vazhduar të përqendrojë strategjinë te ndërtimi, korrupsioni dhe pastrimi i parave. Ndërkohë që vendet e BE-s e trajtojnë arsimin si investim strategjik për konkurrueshmërinë afatgjatë, qeveria shqiptare e ka lënë arsimin të degradojë vit pas viti. Rekomandimet ndërkombëtare nënvizojnë se pa rritje të financimit dhe të cilësisë së arsimit, Shqipëria mbetet prapa në integrimin evropian dhe në tregun global të punës. Partia Demokratike do ta ndryshojë këtë realitet me një program bashkëkohor dhe me një financim ashtu siç ka premtuar me 5% të prodhimit të brendshëm bruto, duke afruar me mesataren e vendeve të Bashkimit Evropian. Vetëm me një arsim cilësor dhe me politika prodijes mund të ndalet shpopullimi dhe ikja e trurit. Sa për Edi Ramën, të vërtetën e thot protesta 80 ditore e mijëra qytetarëve që kërkojnë largimin e tij. Dorëheqja e Ramës është kusht për të ardhmen e arsimuar dhe europiane të vendit. Faleminderit.